Mirë se vini drejt për së drejti në ekranin e Ora News, si çdo ditë së bashku në 17:30 dhe në fakt sot në hapësirën për shqiptarët do ta nisim për një bisedë që ka të bëjë me rajonin, sigurisht, por që kësaj here me Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe sigurisht, ndoshta në fund do të kemi komente edhe për Kosovën me zhvillimet politike atje. Interesante çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut me politikën, me faktorin shqiptar kryesisht, me përçarjen që duket se do të ketë një vijimësi edhe të lëvizjeve se si do të shkojnë ato. I referohem pikërisht Aleancës për Shqiptarët të Zjadin Selës që është larguar nga koalicioni AKI. Se si do të shkoj, kam kënaqësinë që ta komentojmë me të ftuarin në studio, me mua është bashkuar politologu Ardit Gjinali. Ju përshëndes, faleminderit që bashkuat bisedës. Dua ta nis pikërisht me këtë lëvizje që është bërë nga Aleanca për Shqiptarët e zotit Sela. Si e keni parë fillimisht, pse një shkëputje e tillë është ndoshta post zgjedhjeve lokale, si pasojë e rezultatit, duke pasur parasysh që s'ka pasur një fitore konkretisht të tyre. Dhe përçarja mes shqiptarëve çfarë nënkupton në këtë pikë, kur u tha se janë të unifikuar në opozitë? Vlen për të përmendur fakti që të gjitha grupimet politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut absolutisht që kanë provuar aleancat me njëri tjetrin. Aleanca parazgjedhore, aleanca pasgjedhore, aleanca në qeverisje apo dhe aleanca në opozitë. Duke thënë këtë fakt, absolutisht që në pamje të parë, përtej deklaratave të shkuarës afërt politike të zotit Sela apo dhe eksponentëve të tjerë të grupimit të drejtuar nga ai të Aleancës për Shqiptarët, ku theksoi qartë që nuk do të kishte ndonjë largim nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, nga ana tjetër duke vëritur eksperiencat politike të shkuarës, ky ndryshim i drejtimit nga ana e zotit Sela, i drejtimit politik të aleancave nga ana e zotit Sela, nuk lë shumë vend për ndonjë habi politike. Duke qenë se, siç e thash më lart, aleancat mes partive të bllokut shqiptar janë të provuara tashmë që janë ndërthurur me njëra tjetrën sipas kontekstit politik të momentit. Përsa i takon largime, afrime, riafrime, ndryshime të bisedë të deklaratave të shkuarës, cilat në shumë raste më pas janë ndryshuar si rezultati i ndryshimit konteksteve politike, padyshim që koherenca absolutisht që nuk ka qëndruar në të gjitha këto lëvizje, përtej faktit që aktorët politik përkatës kanë theksuar faktin që në përgjithsisht lëvizjet politike kanë qenë në funksion të interesit publik dhe interesit politik të faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Patjetër që rezultati zgjedhor ndikon, vlen për të përmendur që dhe në grupimin politik të zotit Sela, humbja e Strugës, humbja e Dibrës Madhe janë dy komunat të cilat konsideroheshin si bastione të grupit politik drejtuar nga zoti Sela. Kujtojmë që zoti Sela ka drejtuar dhe komunën e Strugës në të shkuarën politike dhe patjetër që edhe rezultati vetvete ka drejtuar drejt një mendimi ndoshta të ri të drejtimit politik që do të ndërmerrte aleanca. Duhet jemi korrekt për faktin që zoti Sela ka theksuar që janë 3 kushte në të cilat ai do të bashkëpunonte me partitë e koalicionit qeverisës, përkatësisht përsa i takon balancuesit. A janë to kushte që shpeshherë ne i shohim në çdo parti politike, se me kushte nga ana tjetër u bë dhe largimi i Aleancës për Shqiptarët, pra zotit Taravari, që ju bashkua pikërisht Aleancës Kombëtare për Integrim, dhe tashmë e njëjta gjë vlen edhe për Aleancën për Shqiptarët zotit Sela. Pra, ata dëshirojnë të jenë pjesë e qeverisë në këtë rast, pra të grupacionit tjetër, të koalicionit vlen, nga kjo e fundit nuk është mohuar asgjë, kanë thënë mund të jenë të mirë se ardhur, dhe pse nga vetë zoti Mickovski është bërë me dije se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë tani. Pra, aktualisht për të pasur një zgjerim të koalicioneve qeveritare. Pika që zoti Sela përmendi, përkatësisht përsa i takon rregullatorit, balancuesit, përsa i takon faktit tjetër të heqjes së termit të 20%-shit përsa i takon gjuhës shqipe, dhe nga ana tjetër votimi në parlament i ligjeve përsa i takon zhbllokimit të procesit të integrimit evropian. Tashmë,
këto 3 pika deklaruara nga zoti Sela mbetet për të parë nëse koherenca do të jetë aty. Patjetër që këto 3 kushte janë shumë më të rëndësishme se sa disa deklarata politike segmentare të shkuarës apo të tashmes mbi qëndrimin e një koalicion apo në një koalicion tjetër. Këtu mbetet për të parë nëse zoti Sela do t'i qëndrojë realisht këtyre 3 pikave të cilat ai ka deklaruar, apo do të jetë një bashkangjitje në të ardhmen e afërt në koalicionin qeverisës. Unë uroj që në këtë pikë, përsa i takon 3 pikave të cilat janë realisht parimore dhe shumë të rëndësishme, përsa i takon mirë funksionimit të jetës politike dhe shtetërore të Maqedonisë Veriut, dhe megjithatë janë thelbësore dhe esenciale për faktorin shqiptar, politik shqiptar dhe faktorin shqiptar në tërësi atje. Unë uroj shumë që pikërisht këto pikat jenë pikat e koherencës politike të vetë zotit Sela dhe të jenë kushte thelbësore për një pjesëmarrje, nëse do të ndodhë në qeverisje, dinjitore, të dinjitetshme, jo thjesht një pjesëmarrje mekanike, siç jemi mësuar në të shkuarën me faktorët edhe aktorët politik në Maqedoninë e Veriut, aktorët politik shqiptar, të cilët në fakt duhet të thënë që janë thuajse të njëjtët, të pandryshueshëm, thjesht dhe vetëm kanë ndryshuar vetëm aleancat mes tyre. Po. Interesante çfarë ndodh nga BDI-ja në këtë rast. Pra deri në këtë momente ne jemi ndoshta tek Aki, duke pasur parasysh aleancën për shqiptarët zoti Taravari, ashtu si kundër edhe BDI-n, dhe pse për këtë të fundit, tashmë e dim që në dhjetor do të mbahet edhe kongresi për partinë, nga sekretari organizativ është lajmëruar dhe paralajmëruar se do të ketë reforma rrënjësore, ndër të tjera nga BDI në deklaratat më hershme është thënë se do të veprojnë në kuadër të grupit parlamentar të Frontit Evropian. Çfarë do të nënkuptonte një gjë e tillë pra rikthimit tek Fronti Evropian, që detyrimisht do të thotë një lloj shpërbërje e koalicionit Aki në këtë rast? Është fakt që BDI, siç e kemi thënë, në të paktën në 3 zgjedhje, përkatësisht zgjedhjet presidenciale, zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale të këtij viti, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka konkuruar me logon e tij, por ka konkuruar përkatësisht në 2 logo koalicionesh. Logon e koalicionit Fronti Evropian në zgjedhjet presidenciale dhe në zgjedhjet e përgjithshme, dhe nga ana tjetër ka konkuruar dhe në zgjedhjet vendore të zhvilluara këtë vit, përkatësisht në logon e Aleancës Kombëtare për Integrim. Kthimi apo jo tek Fronti Evropian mbetet për tu parë, por absolutisht që BDI-ja vepron në frymën e atij fronti, sepse në vetvete vota dhe mënyra që ata kanë kërkuar dhe mënyra se si ata janë drejtuar përkatësisht elektoratit shqiptar në Maqedoninë e Veriut është në logon e Frontit Evropian, dhe të gjitha premtimet dhe të gjitha shtyllat e fushatës së tyre zgjedhore absolutisht që kanë qenë të bazuara mbi këtë front, i cili duhet thënë që ka qenë i përbërë në atë kohë zoti Taravari nuk ka qenë pjesë e frontit, zoti Sela ka qenë pjesë e frontit, dhe ka qenë dhe zoti Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, që ka qenë pjesë e Frontit Evropian. Për sa i takon konventës apo kongresit apo kuvendit të Bashkimit Demokratik për Integrim, patjetër që është një hap i nevojshëm politik, mbetet për tu parë nëse ky hap i nevojshëm politik do të jetë një hap mekanik apo do të jetë një hap substancial, një hap thelbësor, do të jetë një hapje dhe do të jetë një reformimi real të qëndrueshëm dhe të vërtetë partisë. Patjetër që zoti Ahmeti, përtej disa thirrjeve të aty këtushme për largimin e tij, ai nuk mund të largohet pikërisht tani, për faktin sepse do të ishte e ka mohuar një gjë të tillë. Patjetër, po edhe nëse zoti Ahmeti do të kishte ndërmend një largim të tij, nuk mund ta realizojë dot tani, sepse do të ishte një goditje dhe tronditje për partinë. Dhe nga ana tjetër, zoti Ahmeti si një politikan i sprovuar dhe me eksperiencë, patjetër që mund të mendojë ndoshta edhe për një trashëgimi politike të tij në periudhën e më të teshme, por absolutisht që për momentin patjetër që atij do t'i duhet që të ruaj kohezionin e atij grupi politik që ai ka, për të vijuar më pas drejt proceseve dhe instrumentave të hapjes. Është e rëndësishme që përtej votës kombëtare që ka arritur Aleanca Kombëtare për Integrim dhe patjetër BDI si forca kryesore, apo dhe përtej zgjedhjeve të shkuara parlamentare ku numri i deputetëve të Frontit Evropian ishte më i lartë se sa numri i deputetëve të koalicionit vlen në parlament, mbetet për t'u theksuar që është shumë e rëndësishme një reformim dhe një ridimensionim i të gjithë strukturës së Bashkimit Demokratik për Integrim, e vërejtur sidomos në disa komuna ku, nëse kujtojmë, humbja sidomos e komunës të Korçovës, është dhe përtej mungesës thelbësore të bashkëpunimit në faktorin shqiptar, patjetër që
mbetet shumë e rëndësishme dhe pjesa e reformimit tërësor të partisë. Dhe diçka tjetër që doja të thosha nëse ma lejoni, që një lëvizje gabuar ndoshta e zotit Ahmeti, përsa i takon vendosjes të figurave kryesore përkatësisë e zotit Bujar Osmani në kandidimin e Çajirit, ku një personalitet i rëndësishëm politik, i cili u vendos menjëherë në garën e drejt për drejt në komunën e Çajirit, duke vendosur të gjithë leadershipin e partisë dhe duke trajtuar tërësisht zgjedhjet lokale si zgjedhje politike, kjo bëri që padyshim që dhe tronditja përsa i takon edhe humbjes atyre komunave, t'ishte më e thellë dhe më e rëndë se sa... Ose e kundërta nëse do të kishte figurat të tjera, ndoshta më pak të njohura, nëse i cilësojmë kështu, që kanë rezultuar po në humbje. Apo në këtë rast ka një lloj djegje nëse i themi të figurës, si kundër zoti Osmani apo edhe të tjerë. Nuk mendoj, nuk është diçka e qëllimt. Është strategji e cila është strategji e gabuar. Jo, besoj e qëllim për të fituar. Është strategji e gabuar në momentin në të cilin një parti politike, një grupim politik vendos të gjithë arsenalin e tij më të mirë politik, e vendos menjëherë në fushbetejën politike dhe e trajton arenën e zgjedhjeve vendore si zgjedhje politike. Dhe ky segment patjetër që të cënoi dhe potencialisht cënoi dhe figurat të rëndësishme të një politike të re, të një fryme të re, siç mund të ishte zoti Osmani, apo dhe në një politikan tjetër në Bashkimin Demokratik për Integrim, që mund të ishin pjesë e një trashëgimie të qëndësishme politike, gjithmonë funksion të sarmës. Po. Përse një koment shumë shkurtimisht me këtë ndryshim për Aleanca Kombëtare për Integrim nga Fronti Evropian, rikthimi i saj, sikur është thënë, ka qenë ndoshta një lloj lëvizje që nuk e ka ndihmuar shumë në këtë rast BDI-n konkretisht, dhe këto lëvizje për vetë faktorin shqiptar, çfarë nënkuptojnë? Pra, ne vim me Frontin Evropian në zgjedhjet parlamentare, me Aleancën Kombëtare për Integrim në zgjedhjet lokale, ndryshime që bëhen edhe në grupacione, koalicionesh. Lëvizje kaotike, lëvizje pa thelb, shpesh lëvizje pa një fabull të qartë politike, lëvizje të cilat janë të orientuara kryesisht nga momenti politik, të diktuara nga nevoja politike e momentit. Jo lëvizje strategjike në funksion të një synimi afatgjat në radh parë shtetëror dhe më pas politik dhe politikisht individual për partitë politike përkatëse. Ky është momenti në të cilin ne shohim që këto lëvizje janë lëvizje të cilat janë kaotike në rastin më të keq, janë jo të menduara mirë, apo të menduara me një dritshkurtësi e cila nuk ka dërguar askund përveç se disa muajve apo në një viti të caktuar në qeverisje dhe ndarjes disa posteve dhe detyrave, cilat kanë qenë thjesht një konsumim mekanik i pushtetit dhe një rritje e mëtejshme e një dekurajimi dhe në vetvete të gjithë segmenteve të popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Një koment edhe me qënë sa përmendëm Aleancën për Shqiptarët të zotit Sela, do të mund t'ja dilte e vetme, pra nëse nuk do të gjej vend ndoshta tek vlen në qeveri, kanë thënë se do t'jenë në opozit, pra po sa fuqi ka në këtë rast. Një parti e përqarë, sepse ka qenë një parti e bashkuar, tashmë dhe hiqet nga dy politikanë. Ndonjëherë koha politike nga ka treguar që shpesh disa aleanca janë të panatyrshme dhe nuk funksionojnë në mënyrë efektive në terrenin politik. Dhe pikërisht mos funksionimi në mënyrë efektive në terrenin politik, ndonjëherë bashkimet të caktuara rezultojnë më pak efektive se sa disa garime individuale të secilës prej partive politike. Për shkak të gjuhës dhe retorikës ashpër politike të shkuarës, shpesh partitë të ndryshme shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë krijuar një polarizim në zonat caktuara dhe më pas bashkimi i tyre si rezultat i vullnetit të liderëve nuk është përkthyer njëjtë në bashkërendimin në terrenet politike përkatëse. Kujtojmë Strugun, kujtojmë Gostivarin, kujtojmë zonat tjera politike, territoriale, të cilat absolutisht nuk është përkthyer pikërisht dhe nuk është jetësuar ai vullnet i liderëve në nivel qendror me bashkërendimin e strukturave në partijake përkatëse në nivelin vendor. Pra,
përtej logjikës së numrave, shpesh mbetet për të menduar fakti që sa do t'jetë i avë zoti Sela, në qoftë se ai do të jetë i vetëm, i barazlarguar nga koalicioni i qeverisës apo dhe nga koalicioni nga i cili ai tashmë po largohet, sa do t'jetë zoti Sela i aftë të rikrijojë një fabul politike të vërtetë, të përcjell një frym politike shprese tek segmentet e elektoratit në Maqedoninë e Veriut, elektoratit shqiptar, të cilët realisht janë të shkurajuar nga kjo klasë politike. Patjetër që dhe zoti Sela është pjesë e klasës politike, pastaj shkalla e përgjegjësisë së secilit prej aktorëve patjetër që është e ndryshme, por absolutisht që zoti Sela, nëse mendon që do të jetë i barazlarguar nga të dy bloqet politike, patjetër duhet të rishpik vetveten e tij politike, nëse mund ta themi në këtë term. E ky është një proces patjetër që do të marrë kohë dhe kërkon mbi të gjitha veprime koherente. Sigurisht. Mirë, ndërkohë javën tjetër, pra këtë javë që vjen, pritet dhe publikimi i emrave që do të zëjmë vend në ministrit pas bisedimeve edhe me koalicionin Vlen. Kjo e ardhur edhe tek ata të cilët kanë fituar komunën dhe do duhet të lënë detyrën, si kundër në këtë rast, pra është zoti Mexhiti. Ne kemi pasur, në fakt, ditën e ndjeshme një komunikim me një nga deputetet e Vlen, për cilën ka dhënë disa emra ku flitet se do t'jenë pra pjesë e ministrive përkatëse, flas emra shqiptar, përfaqësues shqiptar, zoti Bekim Sali, si zëvendës kryeministri i parë Arben Fetaj në Ministrinë për Çështjet Evropiane dhe Muhamet Hoxha, që pritet zër vendin e zotit Izet Mexhiti. Sigurisht janë emrat ende të pakonfirmuar, sikundër thash do të jetë java tjetër që do të vendos pra edhe këtë lëvizje që bëhet nga ana e qeverisë. Si e shihni një koment, megjithëse ka dalë si emra dhe po flas për peshën që zë në këtë rast faktori shqiptar në qeveri? Patjetër, janë emrat pritshëm, paktën emri i zotit Fetaj dhe zotit Sali, janë emrat pritshëm dhe të theksuar dhe gjatë periudhës fushatës zgjedhore, edhe përsa i takon zëvendësimit të zotit Mexhiti me zotin Sali. Patjetër që në këtë moment nuk ka rëndësi thelbësore numri i digastereve të cilat janë të mbajtur nga përfaqësues të grupimit politik Vlen, që është pjesë e koalicionit qeverisës. Më e rëndësishme do t'ishte padyshim thelbi dhe mënyra se si do t'implementojë vizioni i qeverisës përkatësisht në secilin për këtyre digastereve edhe përtej. Rezultati arritur në zgjedhjet vendore, patjetër që është një rezultat pozitiv në nivel komunal për koalicionin shqiptar, për grupimin shqiptar qeverisës së Vlen, dhe patjetër që i heq çdo alibi tashmë për sa i takon edhe të quajturit legjitimitet brenda koalicionit qeverisës. Por, digasteri më i rëndësishëm, përtej digastereve të caktuara të cilat padyshim që mund të prodhojnë vende pune apo për sa i takon tenderave dhe shumëshkare tjetër, digasteri më i rëndësishëm që mban grupimi politik Vlen është digasteri i Ministrisë së Integrimit Evropian. Dhe pikërisht Maqedonia e Veriut, prej të paktën 2 vitesh, apo dhe më shumë, absolutisht që gjendet në një moment vendnumëroje për sa i takon ecjes përpara të integrimit evropian, dhe mbi të gjitha, momenti më thelbësor ka të bëjë me faktin që nuk ka një debat të qëndësishëm mbi çështjen e integrimit evropian të Maqedonisë Veriut, mbi ecurinë, mbi mënyrën në të cilën do të përballen me sfidat përkatëse. Ky debat, ky adresim mungon dhe nga partia qeverisë, nga kryeministri Mickoski, por absolutisht nuk kemi parë në mënyrë absolute asnjë moment në të cilin grupimi politik Vlen të ndërmarrë një aksion pozitiv ndërgjegjësues përmes një presioni i cili absolutisht negativ, por një presioni sinjalizues, orientues pozitiv për të rikthyer në tavolinën e diskutimit në nivelin qeverisës, në tavolinën e diskutimit në nivelin shoqëror për te qeverisjes, por edhe me aktorë të tjerë, shoqërisë civile dhe lidhje me çështjen dhe ecurinë e integrimit evropian të Maqedonisë Veriut. Patjetër që
për Maqedoninë e Veriut është thelbësore, esenciale, jetike, inkurajimi dhe ecja përpara në procesin e integrimit evropian. Secila ngecje, siç është në momentin aktual, në çdo moment që kjo ngecje do të vijojë, do të jetë fatale për sa i takon funksionimit efektiv të Maqedonisë Veriut si republikë, si entitet shtetëror, por nga ana tjetër do të jetë fatale patjetër edhe për sa i takon edhe faktorit shqiptar vetvete, ku qëndrimi efektiv i të cilit bazohet pikërisht mbi ëndrrën dhe vizionin evropian, ku bazohet edhe në fund ditës dhe fryma edhe e marrëveshjes Ohrit, e cila hodhi themelet e shtetit të ri modern të Maqedonisë Veriut. Qartë, zoti Gjinali, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë në studio. Është kënaqësi t'ju kemi sa herë për çështjet që kanë bëjnë patjetër me fokusin në rajon, ndoshta një herë tjetër do të na mbetet për Kosovën për ta komentuar. Faleminderit.